Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq mire ka ditë dhe ka njohur, dhe aq mire është njoftu për ardhjen e Mehdiut, derisa na ka tregu cilësit e Mehdiut të këtij burri që ka ardhur. Pa pejgamberi Allahut në këtë ditë na njofton dhe thot el Mehdiu minni, pra Mehdiu se pari është prej fisit tim, siç thon prej Hasanit, ajlal jabha, ta ballin e ka të gjonë. Ka thonë dietarët e hadithit se Imam Mehdiu të fillim këtu ka balli, i ka në raf lok, para ta e ka ballin e gjonë, eknal en, dhe ka hunën e gjatë me moj. Imam Mehdiu është i tillë që ka onë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një rivajet tjetër përshkruhet Imam Mehdiu se ka mjekrën e shpesh dhe të madh. Imam Mehdiu as nuk është i madh, as nuk ka i ul. Përshkruhet disa rivajete se atit që del Imam Mehdiu është në moshën 40 vjeçar. Dhe ai nuk e din se është Imam Mehdi. Ku jeton Imam Mehdiu, ku i kalon 40 vite, nuk ka hadith të vërtet të sakt. Nuk ka hadith të vërtet të sakt se ku lind Imam Mehdiu, ku jeton këta, po ka hadithe të vërtet se prej ku del dhe si del, se pzi i pët besatim Imam Mehdiu. Imam Mehdiu, si që thash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, thot e mush tokën me drejtësi në atë kohë që është mbush toka me padrejtësi. Pra kur po dil ka Imam Mehdiu? Imam Mehdiu del në kohën kur është mbush të ruzulli toksor me padrejtësi. Imam Mehdiu në atë kohë del, derisa ka ardhur një hadith të pejgamberit Allah, Imam Mehdiu del ditën kur të vdes një khalife apo një mbret, dhe 3 fëmijët e 3 mbretave zhvillojnë luft njani me tjetrin cili me u bë mbret, dhe zhvillimin luftën e zhvillojnë pra një kenzit, pra një thesarit të altanit. Ka thonë disa dietar, kjo luftë e cila zhvillohet është në qafë, nga thesari më i shtrenjtë është dera e qafës që është krejt altan. Dera e qafës që i ka disa kilogram, disa qindra kilogram me altan. Do me thonë zhvillimin mos marveshjen, tentojnë që i cili prej atinve që të bëhet mbret në vendin e babës e tyre. Në atë kohë del Mehdiu, i cili del prej Medinës, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, del prej Medinës hik në qafë. Nga se Medinja në atë kohë është e rrethaku, ndoshta për shkak mos marrëveshjeve të këtyre 3 fëmijëve të mbretave, secili tenton të bëhet mbret. Ki njeri thjesht dhe nuk e din fare se është Mehdi, del prej Medinë. Pra ta disa rivajete thojnë se kitë gjithashtu ka jetu dhe ka lind në Medinë, na nuk mujnë me prej këta se posedojmë argument të vërtet. Qka posedojmë të vërtet? Atë që posedojmë të vërtetën jam duke tregu, pra e praktis Medinën shkon në Mekë.